A keni ndjerë ndonjëherë sikur nuk i përkisni këtij brezi? Si të kishit jetuar më shumë se një jetë? Ndoshta nuk është vetëm imagjinat. Ndoshta jeni një shpirt i vjetër, një udhëtar që ka kaluar nëpër shumë trupa, shumë kohë dhe shumë fate. Kjo është historia juaj e fshehur. Shpirti juaj mban kujtime që mendja nuk i mban dot. Por trupi juaj, emocionet, frikërat dhe talentet, ato tregojnë gjithçka. Shpirtrat e vjetër njohin një lloj lodhjeje që nuk shpjegohet me lodhje fizike. Ata e ndjejnë botën më thellë, ndonjëherë edhe dhimbjet që nuk janë të tyre. Shpesh janë tërhequr nga vetmia, nga heshtja, nga reflektimi. Kanë një ndjeshmëri të thellë ndaj të tjerëve, sikur e dinë që gjithçka është e përkohshme. Kjo është sepse ata kanë parë gjithçka, kanë përjetuar jetët e mëparshme dhe mbartin peshën e tyre shpirtërore. Disa njerëz vinë në këtë botë me dhunti të pazakonta, muzika rrjedh natyrshëm, gjuha e huaj kuptohet pa u mësuar, dora vizaton pa u stërvitur. Këto nuk janë raste të rastësishme. Këto janë kujtime të jetëve të kaluara që gjejnë rrugën e tyre në trupin e ri. Talente që nuk mësohen, por që mbartin historinë e një shpirti që tashmë i ka përjetuar. Por nuk janë vetëm dhuntit ato që trashëgohen. Ka edhe mallkime, plagë që nuk shërohen kurrë. Frikëra të pashpjegueshme, sikur jeta juaj të jetë kërcënuar më parë. Trauma që nuk vijnë nga kjo jetë, por nga një tjetër. Një shpirt i vjetër e njeh dhimbjen e humbjes, tradhtisë dhe dështimit, edhe pa i përjetuar ato në këtë jetë. Nëse keni ëndra të çuditshme, ndjesi déjà-vu, ose ndiheni të ndarë nga realiteti, ndoshta po dëgjoni shpirtin tuaj të flasë. Ai kërkon që ju të kujtoni, të kuptoni dhe të shëroheni. Sepse shpirtat e vjetër nuk vijnë vetëm për të përjetuar. Ata vijnë për të mësuar të tjerët dhe për të korrigjuar të kaluarën. Çdo jetë është një mundësi për shpengim, për rritje dhe për ndriçim.